Në Bashkinë e Liboovës është drejt përfundimit faza e parë e projektit për rehabilitimin e fasadave të pallateve në bllokun e parë të ndërtesave. Sipas inxhinierit Nelson Seido, deri më tani ka përfunduar puna në pjesën e parë të projektit, që përfshinte rehabilitimin e 5 pallateve. Ka mbaruar pjesa e parë e pallateve nga poshtë. Tani po zhvillohet investimi në pjesën e dytë të pallateve që nga sipër. Janë 2 pallate, besojmë se janë afër përfundimit të dyja. Njëri është duke u punuar, tjetri po ngrihen skelat për të filluar investimi, po themi që jemi në fazën përfundimtare të investimit. Pas mbylljes së kësaj faze, pritet të nisë faza e dytë e punimeve, që do të përqendrohet në 4 pallatet e mbetur. Sipas inxhinierit Seido, puna do të vijojë me të njëjtin ritëm për të përmbyllur të gjithë ndërhyrjen brenda afateve të përcaktuar. Në fazën e dytë përfshihet pjesa tjetër e pallateve. Në total numri i pallateve është 9 pallate. Investimi i parë përfshinte 5 pallate. Janë edhe 4 pallate të tjera që në bashkëpunim me marrëveshjen që kemi me fondin ne, do zhvillohen në fazën e dytë pjesa tjetër e pallateve që kanë mbetur pa u zhvilluar. Punimet kryesore që konsiston është rikonstruksioni i fasadës me sistem kapot, pra termoizolimi i fasadës, sistemimi kablove të internetit, të energjisë dhe sistemimi i shkarkimit të ujrave të pallateve. Është një pjesë që jemi duke dakortësuar me fondin për të bërë dhe termoizolimin e soletave të pallateve. Kjo do parë dhe nga gjendja që kanë soletat e pallateve, varet nga gjendja teknike që kanë soletat, në çfarë gjendje janë. Ky projekt realizohet në kuadër të një marrëveshjeje mes Bashkisë Liboov dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit me synim për mirësimin e pamjes së qytetit dhe kushteve të jetesës. Investimi total kap vlerën e 300 milion lekëve të vjetra dhe pritet të ketë një impakt pozitiv në rritjen e cilësisë së infrastrukturës urbane.